Rritjen e çmimit të energjisë elektrike ka kundërshtuar edhe një biznes privat në Gjakov. Albi Canan nga kompania Albi thotë se kjo situatë rrezikon qëndrueshmërinë e veprimtarisë, pasi shpenzimet mujore po rriten vazhdimisht. Me që kemi qenë të uftuar nga ana e zërrez, domethënë vendimi për ngritjen e energjisë, do të jetë diku 16.1% ngritja. Në vlerën totale të shpenzimeve tona mujore, domethënë diku në fakturën tonë do të faturohet deri në 300 euro ose 350 euro më tepër në muaj. E kjo sigurisht nuk është as pak e mirëpritur, pasi sipas Canës, kjo do të ndikojë edhe në çmimet të produkteve tjera dhe jo vetëm. Nuk është edhe as e mirëpritur sepse domethënë ndikon edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve. Pastaj e kemi më të zorshëm plasimin në treg me ngritjen e çmimeve. Cana pati edhe një kërkesë drejtuar institucioneve. Ai kërkon që kompanitë prodhuese vendore të mbështeten më shumë. Nga institucionet ne kërkojmë si biznes, si prodhim që të mbështeten sa më shumë, për shembull firmat prodhuese, kompanitë prodhuese vendore. Përballja me rritjen e çmimeve po bëhet një sfidë serioze për shumë biznese, të cilat ndihen të papërgatitura për të përballuar barrën financiare që po rritet çdo ditë.